Pas debatit në KAS mes Logut dhe Rusmajlit, Partia Demokratike është drejtuar me një kërkesë zyrtare presidentit e Republikës Bajram Begaj që të mos lejojë ndërhyrjen e anëtarëve të kabinetit të tij në procesin e administrimit të zgjedhjeve, që për rastin konkret bëhet fjalë për Ilirian Rusmajlin, që rezulton njëkohësisht të jetë edhe këshilltar ligjor i presidentit të Republikës. PD thotë se angazhimi i kabinetit presidentit në procesin e zgjedhjeve nënkupton që institucioni i presidentit të Republikës pozicionon rënd parimin e neutralitetit dhe përfaqësimit të unitetit të popullit. Me shumë dhe në shkelje flagrante të parimit të neutralitetit politik të institucionit të presidentit e Republikës, grupi parlamentar i Partisë Demokratike është njohur me faktin e përfshirjes së kabinetit tuaj në procesin elektoral për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 majit. Sipas kushtetutës dhe ligjit, presidenti i Republikës dhe institucioni i presidentit e Republikës është organ kushtetues i pavarur, pas një rol në procesin e administrimit të zgjedhjeve. Mirëpo në kundërshtim me këtë përgjegjësi tuajën dhe të institucionit të presidentit të Republikës, rezulton e provuar përfshirja në procesin e administrimit të zgjedhjeve përmes këshilltarit tuaj ligjor, zotit Ilirian Rusmajli, në rolin e anëtarit të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në përputhje me rolin tuaj kushtetues, ju duhet të sqaroni nëse keni autorizuar përfshirjen e kabinetit tuaj në certifikimin e zgjedhjeve, nëse qëndrimet e kabinetit tuaj në sulmin publik ndaj përfaqësuesve të Partisë Demokratike në KQZ përfaqësojnë edhe qëndrimet e presidentit të Republikës, si dhe të ndërprisni menjëherë përfshirjen apo angazhimin tuaj përmes kabinetit në procesin e administrimit të zgjedhjeve. Ju keni përgjegjësinë e menjëhershme të ndërprisni shkrirjen e shtetit me partinë në pushtet dhe të ruani pa anësinë dhe neutralitetin politik të institucionit të presidentit të Republikës në procesin zgjedhor, thuhet mes të tjerash në kërkesën zyrtare të Partisë Demokratike drejtuar presidentit Bajram Begaj.